Mirëmëngjesi, mirë se të gjeta në kuzhinë dhe javë të mbarë. Të mbarë e paç, edhe me paç. Ashtu shpresojmë. Do ta kemi që të gjithashtu të tillë. Kemi ditë plot përpara për të treguar. Qofte do të bëhet më vjen, po. Më vjen. Dhe na vjen dhe na shkon oreksi, këtu është problemi. Këto qoftet, kam një sekret të vogël të qoftet, por do ta filloj më parë me salcën, që tek salca mua më duhet kos i trash, nëse është kos i trash, ne e hollojmë me pak fare qumësht, nëse është i trash. Dhe tek salca mua më duhet qumësht kos, nëse është i holl nuk keni fare nevojë, sikurse më duhet edhe një lëkurë limoni. E filloj më mirë me salcën, që ta lë edhe të mpikset në frigorifer. Tek salca më duhet kosi, qumshti, nenexhik, pak fare krip, edhe vaj tek salca. Më duhen patatet i kam të zjera pak, sikurse më duhen edhe pak fare krip. Tek patatet direkt. Kaq. E largoj këtë gjë. Pra iku pjesa e parë. Më duhet kosi, Okej, ka ndonjë lidhje me yndyrën jo? Mund të jetë çdo lloj yndyre. Unë kam zgjedhur vetë nga që janë edhe qoftet. Po. Dhe mendova të jetë. Pra, një përzierje shumë e mirë. Nëse mund ta keni salcën e kosit sërish, mua më duhet kaq. E holl më duhet kjo mas, e lëngësht, dhe duke vendosur frigorifer normalisht mpikset. E keni parë shumit e kosit kur qëndron frigorifer, fillon uji ngjitet sipër. Pra, e kullojmë. Shohet, po. Shoh që mua më duhet pak fare krip. Dhe akoma më tepër limon. Ja pra ku e kam. Çfarë më duhet tjetër? Më duhet edhe një sekret tjetër. Se bëra sikur pra disa herë cipën e limonit bashkë me kosin, pa shtuar pjesën e bardhë. Po. Ja. Nuk më duhet më dhe largoj. Dua të shtoj edhe pak fare uzo. I jep një aromë të veçantë. Pra uzo bashkë me lëkurën e limonit, një dyshe. Po vetëm kaq, po më duhet vetëm kaq, ose më duhet edhe pak fare. Vaj që në fund fare unë jap atë shijen e duhur. Kaq. Këtë masë që unë e kam. Të gjithën e kaloj në salcier. Këtë do t'jetë për në fund kur t'jetë po gati pjekja. E lëm të tillë. Dhe marinohen më shumë tani. Kam për qoftet. Kam mishin e grirë. Nëse ju keni 2 lloj përzgjerjesh mishi, është akoma edhe më mirë. Kam qep. Qepër mund ta vendosim të kuqe të bardhë si të dëshironi ju. Nuk vendos hudhra. Pra kam mishin e grirë, mish 2 llojesh, sepse jep një shije akoma dhe më të veçantë. Kam një qep që e grinë rende. Kam kripën, piperin, pak uthull, sepse i bën shumë mirë, uthull dhe limon, dhe lëng limoni. Për ta mpiksur, do të shtoj friganjen, sepse më përthith lëngjet e vezës. Krip, piper, bukën e thekur të thërmuar. Po pra, vendos. Friganjen. Unë e thash friganjen, po. Marrë dhe pjesën tjetër që mua më duhet. Si që pat. Do të shtoj të gjithë produktet me radhë.
Veza. Piper. Kripa shkon e gjitha. Edhe këtu shtojmë uzon. Shtoj pak uthull. Unë kam shtuar pak uthull balsamike. Ju e shtoni. Pakës. Me me gjyqë. Vajnë këtu. Dhe i lë sërish të tillë, sepse nuk friganja bukën e thërmuar. Do të shtoj lëngun e limonit. Pra konsumoj vetëm këtë limon. Pra është pak ndryshe kjo pjesa e qofteve, se shtuam edhe uzon dhe lëngun e limonit shtesë, nga qoftet tradicionale dhe uthullën. Shtoj limon edhe tek patatet. Pra lëng limoni, pra edhe tek brumi i qofteve edhe tek patatet, që kanë marrë një vlim të vogël. I kam zirë paksa që të jenë gati bashkë me qoftet. E largoja mbaj sërish këtu. I kam hequr të gjitha. Pakës fare piper. Dhe kam dhe një tuf majdanoz. Pra do të shtohet edhe majdanozi dhe kështu përgatisim brumin për qoftet, cilat i vendosim bashkë me patatet dhe më pas në furrën e parangrohur. Sa të bëhet një përzierje e tillë të gjithë produkteve, sepse duhet që ato të qëndrojnë pak dhe lëshojnë nga aromat shihet e njëra tjetrës, së bashku do të shohim recetën e shkruar. Si kemi strukturuar atë? Receta është qofte me patate në furrë e shoqëruar me kos aromatik. Mirë është ta përgatisni më herët kosin, sepse duke qëndruar edhe aromat shpërthejnë më mirë. Na duhet 1 kg patate, 700 g mish i grirë, 40 g bukë thatë e grirë, 1 qep e thatë, po ashtu e grirë holl, 1 kokër vezë, 1 lugë gjelle lëng limoni, 1 lugë gjelle uthull, 1 lugë gjelle rigon, 2 lugë gjelle majdanoz, 30 ml vaj ulliri, krip piper i zi i freskët. Kosi aromatik do të ketë 1 gotë kos, një 300 g kos të trash, 3 lugë gjelle nënexhik i grirë holl, 30 ml qumësht, 1 teke raki ose uzo, përdorëm ne uzo për aroma më të theksuara, 30 ml vaj ulliri, lëkura e 1 limoni të plot, krip edhe piper i zi. Bëjni një foto se i shënuat besoj produktet për ta përgatitur një recet ndryshe të patateve në furrë me qoftet, që Albana është duke i punuar mirë brumi, dihet që një përzierje mirë i vë aroma dhe shihet në vend. Tani, një sekret që qoftet të qëndrojnë të buta. Çfarë mendon të jetë? E vendos një herë pa i mbaruar. Tani uthullën ti e vendose aty. Edhe uthulla është një përbërës që i mban të buta qoftet. Po që të jenë si të lëngshme, të kenë lëng. Sepse në përgjithësi e vuajmë këtë pjesë që janë si të thata, dhe po nuk i vendosëm edhe letrën, ajo është akoma edhe më keq. Po. Në qoftë se ne do t'i kalojmë në zgar, sërish ne kemi atë tharjen, në zgarat elektrike flasës, jo të gjithë shkëm të marrim dorën të marrim shtëpi private për të bërë qoftë në zgar ose mish. Janë 2 mënyra. Tilla, dhe do lëdhe pak mish, pra që unë t'i filloj. Ose do vendos pak gjallë, gjë që kjo normalisht dihet, ose në të kundërt. Kubik akulli.
vendoset një kubik akulli. Unë kubik të akullit i kam të aromatizuar. Dhe ne mund të testojmë në këtë formë. 2 i bëm me gjalp, të tjerat me kubik akulli, për të parë se kush funksionon më mirë. Gjalpi apo kubikët e akullit për ti mbajtur ato të buta. Kubik të akullit, në mes. Pra do t'i mbulojmë, pra jo do të qëndroj sipër si kaçkavalli ose në një variant tjetër i gatimit. Sepse po t'jetë që të qëndroj sipër, mos ka që më duhet se... Po, përsi do thahet ajo, do t'a vulloj në fundit kubiku. Ja kështu pra, është kjo recetë e sotme, patate të zjera paraprakisht, i aromatizuam, shtuam edhe vaj, më pas përgatitëm faktikisht si pas radhës së punës, këtë pjesën e salcës, sa kosit aromatizuar, me aromat fantastike dhe me shijen shumë të mirë, të kosit shpërzjer me pak qumësht, e vendosim që të qëndrojnë në mënyrë që të aktivizohen aromat, dhe pastaj përgatitëm qoftet. Ndryshe pak momente kishte, ndryshe nga qoftet që përgatisim në shtëpitë tona, qoftet tradicionale, sepse kemi shtuar jo uthullën, kemi shtuar uzon, Usulla është limoni, lëkurën e limonit, bashkë me lëngun e shtuam. Aciditete, por... Dhe në moment... Do të shtoj... E vendosim në furr. Shumë pak sepse unë e kam kaluar në zjerje, shumë pak. Ja, kaq. Në fund fare, normalisht mua më duhet edhe një spërkatje shumë e mirë, po, një qofteje nuk i kam dhënë qatin. E marrë dhe vendos në furr të parangrohur në sa? Në 190 e kam unë 200, në varësi të furrave 200, 220. Tava me patate dhe me qofte, shoqëruar me kosin aromatizuar, është kjo salcierja këtu, që ka erzat dhe lëkurën e limon. Qoftet që kanë atë, janë shumë... Ama me se nuk mëria një sekundar dalë. Do të provosh, se kemi dhe insertin për të transmetuar, që duam të tregojmë, kujdes, është e nxehtë, ajo është ngjitur. Shif, lëngjet, qoftja qëndron e butë. Qisa e butë, pra nuk është e fatë.